organizuar nga qeveria. Edhe njëherë, ky është raporti më serioz, që bazohet në raportin e OSBE-ODIHR-it, por dhe të komision, edhe të parlamentarëve të Parlamentit Evropian që vëzhguan zgjedhje. Dhe kanë qëndruar pra në tezën se zgjedhjet u zhvilluan në kushtet e partisë shtet. Zgjedhjet të kushtet e partisë shtet janë fars dhe vetëm fars. Zgjedhjet në kushtet e partisë shtet, imagjinoni, në variantin klasik janë ato të cilat zhvillohen në diktaturat totalitare, diktaturat pa pluralizëm. Por zgjedhjet në kushte partisë shtet janë ato që zhvillohen në diktaturat autoritare apo autokracitë elektorale, në cilat shteti përdor çdo mjet për të rrëmbyer zgjedhjet, pra rikthen modelin e partisë shtet. U karakterizuan nga blerje, nga akuza për blerje vote, presionen mbi votuesit. Tani, jemi këtu. Përsëri, për çdo qytetar. Ditën e votimit në Durrës, një koleg i juaj, që është të vërteta një medje që unë e kritikoj me pasion, se e meriton. Osman, nuk kam fjallën unë për fanën. Nuk kam fjallën. Nuk kam, jo, se më pebë njëherë kujtohet, jo, është Birni, po ai meritën e madhe, t'ja u them këtu, ja dhe ja u njoh për merit. Në Xhavzotaj, kur pas e xhelati votave Elvis Doçi, terrorizon të qytetarët, ai po atë ditë pati guximin të shkruaj se këtu votat po i dikton krimi, po i dikton organizatat kriminale. Pra, si të shifni, mishrohen në këtë raport të gjitha tezat themelore të farsës elektorale. Dhe përjedhoj bëndthirje mazhorancës dhe opozitës të vazhdojnë në mënyrë konstruktive dhe gjithë përfshirëse, inkluzive, reformën elektorale. Ne jemi angazhuar në të. Dhe njerë, duhet sqaroj, sepse ka edhe këtu, ka njerëz që nga keq kuptimi, antar tanë, militant tanë, mbështetës tanë, thonë pse po mirë një pjesë në reformat. Uli me ta. Jo, ne do marrim pjesë. Në reformën zgjedhore do marrim pjesë, sepse ne nuk mund marrim kur përsipër përgjegjësinë e bojkotit të reformës dhe dorës lirë të Edi Ramës. Edi Rama do bëj, por ne të paktën do jemi. Ja që kjo është një kërkesë e drejtë, ne jemi aty dhe do bëjmë çmos të japim kontributin maksimal. Po kështu shprehet për reformën territoriale. Edhe aty ne jemi pjesë, do marrim pjesë, do japim kontributin tonë.
tjetër kërkon që reforma tjetë me konsensus dhe të adresoj të gjitha problemet e cituara më sipër për të mos u ndalë më shumë. Ndalet gjërësisht e disa paragrafe në keq funksionimin e parlamentit. Natyrisht, duke konstatuar problematikat e mëdha, kërkon pjesëmarrjen kuptim plot të opozitës dhe jo përjashtim në saj siç ndodh tani. Parlamenti duhet të jetë qendra e debatit për integrimin evropian, gjërësot s'ka zhvilluar një debat. Edhe një herë. Edi Rama e ka konceptuar procesin si një proces të mbyllur, në një kohë kur procesi i integrimit të vendit në Bashkimin Evropian do të jetë procesi më i hapur, më transparent. Për herë të parë, u paraqit dje në Komisionin e Jashtëm ministri për të mashtruar shqiptarët për Libarin. U paraqit në një kohë kur ai ose do të çonte komunikat, siç bën homologu i tij në Serbi dhe në Maqedoni dhe në Maltëzi, pas çdo jave që mblidheshin në Bruksel, se mbledhjet e Eibarit në Bruksel është përfaqësues i qeverisë shqiptare, që ta dini ju. Këto i majnë të fshehta. Ata i publikojnë të tjerë çdo javë. U mblodhën, kërkon këtë, thanë këtë, sugjeruan këtë, nuk s'ka. Dhe ky u rikujtue pas në 2 mars u votua Malzi, pra pas mbi 2 muajve të shkojnë në komision për të mashtruar. Nuk është votuar, tha Ibar. Sigurisht që nuk është votuar Ibar. Dhe nuk është votuar me qëllim se s'kan pranuar të votojnë Ibarin. Kjo është e vërteta. Shkoj me një gjuhë të korruptuar, të turpshme, gjuhë e korruptuar. Çfarë ka ndodhur që ta di ju? U paraqitën 2 raportet, në një kohë kur Shqipëria quhej avanguarde, numër 1, apo së shu. Jo, thanë shtetet anëtare. Ky raport është i papërshtatshëm. Kjo është e vërteta. Dhe e vërteta është që në fillim ishin 3-4 shtete. Më vonë u bën 13 shtete. Pse? Se erdhën duke shtuar. Po të votoj, kalonte. Por Ibar, një raport i ndërmjem, edhe njëre them, është raport i ndërmjem për themelorët. Nuk kaloj. Dhe mund të them se nga 2 marsi, gjerë sot, dhe me 8 do rinshqyrtohet përsëri, për këta i fshehin gjërat, ka ndodhur ndryshimet të mëdha. Hartuese raportet kanë përmbysur raportin e detyruar të paraqesin raport të ri, po këto i fsheh ministri. Se ka për mision korruptimin e fjalës mashtrimit e qytetarëve. Po, presidenca ndryshoi raportin dhe paraqiti në raport e ri tërësinë e problematikave të shtruara nga vendet që nuk pranonin raportin e parë. Dhe me raportin e dytë, që e fsheh qeveria, u shtuan për Shqipërinë një seri kërkesash. Kjo është e vërteta. Dhe ajo që është më e papranueshme është se del në komision
dhe nuk shpjegon këto. Ishte për të mbledhur konferenca ndërqeveritare në Luksemburg me datën 18 prill. Nuk u mblodh. Nuk u mblodh, sepse edhe raporte ndryshuar përsëri vende anëtare kërkuan kohën për të bërë sugjerimet e tyre. I kanë dëgjuar qytetarë shqiptarë këto? Jo. Kanë bërë mediat? Jo se gazetarët nuk duan investigimin, po patronët e tyre të pamëshirë në shërbim të qeverisë. Nuk i lejojnë. Nuk i lejojnë. Ndaj dhe për procesin më të rëndësishëm të vendit, që ka mbështetjen më të madhe nga shqiptarët, mbahet për turpin e qeverisë dhe të lobistëve të saj, qëndrimi më i mbyllur, më jo transparent. Përveç kësaj, me që jam këtu, Ministri i Jashtëm do të jap dorëheqjen.